Oda ekonomike shqiptare në bashkëpunim me investitorë nga shtetet evropiane mbajti konferencë kundër të tjera shutha se në Kosovë ka shumë vështirësi për investime të mëdha për shkak të tregut të lirë. Në këtë konferencë u theksuan kryesisht projektet për investime në energjinë solare dhe projektet për përpunimin e mbeturinave. Kemi kandidatë që kanë projekt për energji solare, kemi kandidatë që kanë për projekte për turizm dimror. Do më thonë, kemi shumë projekte të vogla, plus nga oda ekonomike shqiptare, që kemi komunikuar këtë ditë, dhe projektet janë të ndryshme dhe perspektivat ose specifikat janë të ndryshme. Mendoj që e kuptova, i kuptoj vështirësi që i keni pasur dhe për këtë arsye thatë që është treg i lirë. Ka edhe tregje tjera të lira. Do të thot me fondet e investimit me të cilat punoj unë që përfaqësoj disa shtete dhe fondet që i përfaqësoj unë janë 100 milion e më tepër. Por sigurisht kemi edhe një partner që kanë fonde prej 1 milion e deri në 100 milion dhe mund të bashkëpunojmë gjithsesi. Po, me këtë ndriçohet rruga dhe është e dukshme deri në 80 kilometra. Kemi shtruar mira kilometra në Afrikë, sidomos në Marok. Dihet që Maroku po përgatitet për kupën botërore. Shumë punishtë atje kanë blerë sepse ky është një inovacion teknologjik dhe mund të futet te të gjitha zonat ku ka rrezik nga aksidentet në komunikacion, kalime përkombësor e tjerë. Domethënë, sa i përket ngjyrës, nuk është diçka revolucionare, sepse është një ngjyrë që ka ekzistuar e që është përdorur në vende më të ndjeshme. Pasi që në fakt nuk ka asnjë barierë tjetër përveç që të koncentrohemi në fuqinë tonë të dijes, të kapitalit në funksion të zhvillimit. Dhe në këtë rast thithja këtyre fondeve, investimeve. Në fund u bë thirrje ndaj institucioneve përkatëse për bashkëpunim në investime.